Tani mendoj që kemi një denoncim publik të bërë nga Ahmetaj, i cili ishte e pashmangshëm të mos setohej nga Spaku. Pra, kemi dhe hetimet që dalin kryesisht nga denoncimet që bën media. Siç kemi pasur atë denoncimin e çuditshëm për Nesti Angonin, tani doli një person me emër, edhe me mbiemër, pavarësisht që doli në një emision televiziv dhe nga jashtë kufive të Shqipërisë, pavarësisht që dhe ai ka kusuret e tij, dha disa indicie, të cilat e kanë çuar organin e akuzës në mendimin që mbas verifikimeve dhe hetimeve që kanë bërë deri tani, se jemi në fazën e hetimeve paraprake, besoj, që këtu kemi të bëjmë me vepër penale, edhe me shpërdorim. Pra ju mendonin se Spaku për të shkuar te Belinda Balluku ka përdorur edhe deklaratat e Arben Ahmetaj si indicie për të shkuar më pas te provat ndaj saj? Besoj se po. Kanë qenë të detyruar përballë kur gjërat bëhen publike është më mirë. Ne prandaj flasim, edhe prandaj japim një intervista pikërisht për të krijuar një traditë të burimit të hapur besueshëm. Unë këtë po e them me terma profesional që ju e kuptoni, por ta kuptojnë dhe tjerët. Edhe ata njerëz janë jashtë dhe merren me politikat gjeopolitike, po dhe me politikën në Shqipëri, për kushtet që vendosin e tjerë. Faleminderit Zotit, kemi qenë të kujdesshëm edhe të logjikshëm deri tani, duke bazuar tek e vërteta, jemi konsideruar si burim të hapur besueshëm. Këtu po fus veten të paktën, mund të janë disa persona të tjerë. Dhe për publikun shqiptar, gjithmonë kam rezervuar atë që kam besuar dhe vetë, jo atë që më ka interesuar. Kështu që në këtë rast, unë mendoj që ka vepruar me sukses efekti mediatik i servirjes të një fakti. Fakti është vërtetuar sipas prokurorisë që ekziston, po dhe provat që lidhin faktet me personat, lidhje shkak pasojë, që është thelbi i hetimit dhe i çdo hetimi penal, në lidhje me fajësinë apo pa fajësinë e dikujt, dhe mendoj që do të kemi një përballje gjyqësore herët apo vonë. Në këtë rast, Arben Ahmetaj ka qenë ai që ka adresuar informacionet e Spaku, apo ka qenë Spaku ai që është referuar thjesht deklaratave të Arben Ahmetajt? Besoj që ka qenë Spaku që është referuar këtyre deklaratave. Po përse Spaku nuk e merr konkretisht në pyetje, qoftë edhe atje ku është në Zvicër, për të shkuar në detaja apo në prova të tjera të cilat sipas Arben Ahmetajt implikojnë dhe vetë kryeministrin Edi Rama. Po, kur shkojnë politikanë korruptuar, më fal, që shkojnë paraqiten, pasi na kanë marrë jetën, edhe shijojmë. Dhe shijojmë dhe ja them edhe përballë në sy që po shijojmë. A do ketë një moment që a do ketë një moment që Spaku mund ta marrë në nivelin, ai mund të ketë një moment, nuk përshtohet, po kur momenti të vi në atë pikë që e parashikon mirë procedura dhe mbi cilin pozicion të Ahmetaj do të pranoj Spaku të shkojë atje. A është Ahmetaj një bashkëpunëtor i drejtësisë, edhe s'do të thotë se je bashkëpunëtor i drejtësisë, duhet të jesh i penduar. Edhe unë jam i bashkëpunëtor i drejtësisë, po s'kam bërë një fajt. Kam bashkëpunuar hapur me drejtësinë për hir të vendit tim, parimeve të mia dhe parimeve të Zotit, sidomos. Ku unë mundohem me sa mundem për vetëm. Zotëria është në akuzë për vete. Nuk është dorëzuar drejtësisë, nëse ka dëshirë bashkëpunoj me drejtësinë, të bashkëpunoj edhe për veten, edhe për rastet e tjera që ai di.
Prandaj drejtësia është sfidë shumë e madhe. Kur themi drejtësi për mikun dhe armikun. Nga njerë edhe miku të vijet në para drejtësisë, i detyruar ta pranosh. Drejtësia nuk ka dy interpretime. A do ketë një moment që SPAK-u mund ta thras konkretisht Arben Ahmetajn ose ta intervistoj, ta marrë në pyetje kudo ku tjetë në mënyrë që t'i shkoj përtej deklaratave mediatike? Mund të vi, nuk e praktikoj, nuk e di. Mund të jetë një sekretet i morë, mund të ketë një negocim, mund mos ketë. Për mua është mirë që ai të flasi çfarë di. Në të rast foli, u vlerësua informacioni i hapur që ai dha nëpërmjet medias dhe patëm këtë procedim deri tani. Të flasim sa Ahmeta ka lënë të kuptohet në fakt që do të vi edhe aty ti deklaroj gjitha pra në SPAK. Po të vi. Unë e inkurajoj që të vi. Po Edi Rama talë me ndere me shqiptarë dhe me demokratët, jo me mua, se ne e dim se që janë që të dy, ndash Salihun, ndash Edi Ramin, e dim që janë një partia komuniste e Shqipërisë dhe bëjnë ato që po bëjnë. Amerika është kapuaj botë, zotëri, pas ka frik nga Edi Rama edhe i vjen me i vala Edi Ramës, jo mërë zotëri, jo. Edhe Amerikën e shqetëson fakti i parave të drogës ku do shkojnë në Amerika apo do shmbeten në Evropë. Por këtë e bën luftën Trumpi, nuk e bën luftën Trumpi se ju prispuna që Shqipëria është boshatisur. Është boshatisur Shqipëria. S'ka më njëri. Po flasim për tjetër gjë. Amerika ka goditur dhe ka vendosur në sanksione një nga kartelet më të forta të drogës, siç është karteli Sinaloa. Dhe në këtë rast ka goditur një nga miqtë e Edi Ramës. Shqiptarve nuk u intereson as Sinaloa, as sinagoga, as shqiptarve zotëri u intereson çfarë po bëhet në Shqipëri, çfarë po bëhet me të ardhmen e popullit edhe të kombit shqiptar, me këto ligje shtazarake që votojnë ata 76 bastardë të kombit shqiptar. Në këtë rast, ju si mendoni, çfarë do të duhet bëj Amerika kundrejt kësaj qeverie e cila është përfshirë në një aferash korruptive deri më sot? Amerika nuk pyet as mua, as ty, as njeri, se po ti që të pyes të neve, ja them unë se çfarë të bëj. Të pyesin dhe ua japun përgjigjen. Në optikën tuaj, duke analizuar gjithçka që ka ndodhur deri më sot. Tallet me neve, i mban ata në pushtet, vjedhin miliardat e shqiptarëve, braktisin, varfërojnë në ekstrem dhe ato 5 lekë që u japin pensionistëve të shkret, u marrin nëpërmjet ilaçeve dhe nëpërmjet çmimeve dhe Amerika bën sikur si shikon. Ku është Amerika? Të lutem shumë, ka një ambasadë në Tiranë. Ka 500 agent, 5000 agent sa kanë, të tyre aty. Pse nuk e shikojnë këtë gjë? Jo, mor, jo, na kanë braktisur të më hapni syt. Ore, hapni syt. Na ka braktisur. Na ka lënë, ishin Amerikanët që mbajtën pushtetin Verozën, siç e kanë deklaruar misionarët e tyre, ishin Amerikanët që e vunë në pushtet Sali Berishën, janë Amerikanët që e mbajtën në pushtet dhe mbajnë në pushtet këtë klik antikombëtare dhe antishqiptare. Ç'a prisim nga Amerika? Jo mos zotëri, jo, na ka dënuar edhe vate mbaroi. Ne jemi kosh pleras i Evropës dhe jemi dhe kavje për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po në këtë rast, sa mendoni që SPAK-u mund t'i afrohet Edi Ramës nisur nga fakti që mori të panderur zëvendës kryeministren Belinda Balluku? As fare hiç. Fare. As i shkon ndërmend. Fare më fare, ata bëjnë show, nuk e kuptoni që po bëjnë show, po ti je gazetar me eksperiencë, nuk e fillestar në gazetari. Dhe ti duhet të shikosh që ata bëjnë show ditë për ditë. Asnjë gjë konkrete. Ndërkohë, gjykata e posaçme ka kërkuar dhe konkretisht i ka kërkuar Interpolit që të ekstradojë Arben Ahmetajn. Si mendoni, a do ketë një moment që Arben Ahmetaj mund të vinë në SPAK dhe të denoncoj të gjitha aferat korruptive që ka bërë me Belinda Ballukun apo qoftë dhe me Edi Ramën? Ja i denoncoj e pastaj zero.
Po si zero, jo s'kem besim fare se mund të shkojnë diçka përpara. Harroje, jo, absolutisht jo. Po sa gjasa ka që mund ta sjellin Arben Ahmetaj nga Zvicra drejt në SPAK? Nuk e di, varet kush do ta sjell dhe kush do ta kërkoj. Se kush do ta sjell, ai ka marrë azil politik atje. Ka një rregull ndërkombëtar, kur jep azilin politik se lviz dot. Vetëm në vafshin ta rëmbejnë, ta grabisin. Vetëm të vend ta grabisin. Por Edi Rama ka një ndihmës të shkëlqyer, të përkryer kolon e 5 në politikën shqiptare. I vë njerëzit në gjumë. Dhe i lumt. Që është? Është ai që është. E dim të tërë kush është. Është sekret shoqëror, e dim të tërë. Në këtë rast, sa i përket goditjeve të SPAK-ut kundrejt elementëve politik, qofshin ata në opozit dhe qofshin ata në qeveri, si mendoni, pse deri më tani nuk janë konfiskuar pasuritë elementëve politik që janë goditur nga SPAK-u, por është bërë thjesht procese gjyqësore duke nisur këtu që nga Tahiri deri më sot, dhe nga ana tjetër bëhet fjalë që Arben Ahmetaj ka transferuar në Austri rreth 3 milion euro. Pra, pse SPAK-u nuk ju merr pasuritë, ju konfiskoi pasuritë këtyre elementëve politik në raport me akuzat që kanë ngritur, por thjesht i dërgon në gjykatë dhe mbetet aty? Kush e lejon gjykatën dhe SPAK-un që të bëjnë ato veprime që thoni ju? Janë të dy bashkë, më thash, është ne përka me dy kokë. Është ne përka me dy kokë që tallen, që kanë vjedhur, që vjedhin për ditë po dalin afera, vjedhjes, grabitjes, të pasurisë, të gjithë jetës ekonomiko, shoqërore dhe politike në Shqipëri, dhe nuk lëviz një gjete. Ore, e kuptoni që po na tallin, thuajeni mos shqip dhe ju. Me i se e të mundë më të thuaj, s'ka gjë. Mjafton të dalin e firë.